E morët vesh apo jore? Alkingzi ka reaguar tek videoja ime. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët te kjo video e re. Pa Kakashin. Besoj e kuptuat se çfarë do të bëjmë në këtë video, do të reagojmë tek live e Alkingzit. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Naruto shqiptar, e di që s'më njihni. Ndoshta disa më njohin nga TikToku, që është këtu. Bëni na një follow për 6. Respekt kush bën follow. Me video. Do të vlerësoj youtuberat shqiptar. Jam munduar të gjej sa më shumë youtubera, ata që më kanë dalë në YouTube, disa edhe i njoh. Nuk e di nëse kam harruar ndonjë, po mund të më thoni në komente. Gjithsesi, vazhdojmë. Është Ademi Knej. Hey, y'all, come look at this. Ademi. Ç'është i bën nga mrau pa ajër? Është fansi im. Som tragalek. Unë të folë për respekt, ba jo më vu mund se edhe dhe ti di si shpërthejmë, a vëmë nësë. Se mos e keq kuptuet, e kisha fjallën është fansi i Narutos, po me që se unë jam Naruto shqiptar, edhe prandaj thash është fansi im. Ademin e kam parë, po jo shumë. Dhe më duket se është fans i Narutos. Se kam parë që përdor Naruto në për video. Ka bërë dhe një video si kjo që po e bëjmë tani duke vlerësuar karakteret e Narutos. E kam parë dhe në disa video ka veshur bluze me Naruton. Dhe me them, po se di që është fans tamam. Dhe me them, ndoshta jam dhe gabim, po nuk e di. Dhe sa për vlerësimin e Ademit, dhe mos harroni, ky është vetëm mendimi im. Po çfarë po Kakashin nga mrapa, po te pren nga bythët. Great. Nëse tani vazhdojmë me mendimin tim. Ademi bën video shpesh, kualitetin e videos. Ço dreqin ç'është bë salt roi Naruto tjetër në mrapa. Shumë të mirë. Okej, dua të them diçka. Për pjesën e facecamit jam munduar ta rregulloj sa më mirë. Ishte pak e vështirë ta bëja fix, por u mundova. Gjithsesi, vazhdoj me reagimin, po e shty videon tek pjesët kryesore dhe pjesët me gallat. 2000 years later. Tani kemi Alkingzin, Elisonin, që është fansi Gokut. Naruto better. Nuk e di fare si më erdhi kjo ide. Ikse na brau. Ishte thjesht çaka. Alkingzi bën video gallat dhe vetë është shumë tip fani. Kur kam kohë të lirë e shikoj. Dhe videot do me thënë i ka të mira, i ka videot shumë të mira me kualitet. Do ta çoj dhe Alkingzin tek super. Never give up. Respekt edhe për ty Alkingz. Të spasja si kategori të keqe. Po është e vërtet, nuk ka asnjë kategori të keqe, sepse unë e respektoj punën e të gjithëve dhe dua që të gjithë të arrijnë ëndrrën e tyre. Të gjithë mund t'ja dalin nëse përpiqen. Më pëlqejnë shumë këto video që bën me vugaçe e la, respekt o frate. Edhe do thosha që edhe Alkingzi është tek video dhe Krisit, më sa kam parë unë. Gang. Më thënë, e keni aty, mund ta shikoni në YouTube dhe ju. Video nuk poston shumë. Visi një video në 7 Po ato vjet. pak që poston, ato i ka super video. Zdi ku ta çoj. Mirë. Respekt. E di që s'kam bërë vlerësim të mirë, e pranoj. Po valla, thej 100 fjalë të mira, më fund mirë. Po thash se dhe fusi gota legjend, i di racën mirë. Po, ke të drejtë bro, duhet të bëja një vlerësim më të mirë, por atëherë nuk kuptoja shumë nga YouTube-i. Nërë kur thot Artioli, shumë video të mira, shumë gallat, never give up. Ky thot një vit pa po video Artioli, Meci thotë është shumë aktiv, never give up Lazi, never give up. Gallat si tip. Bën video super ndryshme, do të thënë tani ka nis prap, do të thënë me bë video më duket. Ore, aty fut gishtat ajër, më fiksoj. Shumë se si Kakashi po i fut gishtat, kaç po them unë? 1000 years of death. Do ta vlerësoja tek legend, po vetëm se nuk po poston. Shpesh do ta vlerësoj tek super. Tani kemi Daniel TV. Thashë do të vej never Ky give është up. shoku i Lazës. O shoku i Lazës ti. Do ta vlerësoj tek mirë. Ai ra shkurt me ty. Ik mirje, vajla. Ilda është e vetmja youtubere që kam parë, që ka punuar shumë fort për të arritur aty ku është. Blaze! Shumë respekte për Hilden.
Ja ku ta vej Super gotë. vajzë, super youtubere. Sim. Video pëlqen shumë. Sim! Stop it. Get some help. Bën Po qa sim thure burr. Challenge. Dhe Sim. pëlqen shumë si video. Dhe do ta vlerësoj Hildën tek super. Respekt edhe për ty Hilda. Tani jemi me Respekt Shqip për ty. Gaming. Për Shqip Gaming kam respekt gjithashtu. Nuk e di se çfarë të flas për Shqip Gaming. Është thjesht një Ej. goat youtuberit shqiptar. Vetëm do të them diçka. Në këto momente unë duhet të jem në mësim online dhe jam duke parë Naruto duke vlerësuar youtuberat. Edhe është Kakashi ty fut gishtat në byth. Qa po bëj me jetën time? Agon Gashi, këtë e shikoja shumë kur isha i vogël, i shikoja ato videot me magji, do me thënë me letra, Me magi. Me magi? mësoja Me pul magi? magjit edhe ja beja shokve, do me thënë e mbaj mend akoma, do ta vlerësoj tek... Nëse doni më shumë video të tilla, mos harroni të bëni subscribe. Gafi gjithashtu ka shumë kohë në YouTube. Të them të ndodh, drejtën, çfarë po unë nuk ndodh e në shikoj background shumë ty? Gafin, shumë rrallë e shikoj, po gjithsesi Gafi për mua është legend, do ta vlerësoj tek legend. Alkia Legend? Kullaj. Nuk është like cake, do me thënë është mirë. Do ta vlerësoj tek... Kam bërë vlerësim katastrof, tani po e shoh edhe vet. Fire, do njëherë bën dhe lora të tjera, po më shumë me Free Fire, me sa kam parë unë. Dhe Sigi është kingu Free Fire-it, kam për ta vlerësuar tek super. Medium. Nga zonë një vëlla duket më i madh se 12 vjeç. Po, sepse në fakt jam shumë më i madh se 12 vjeç. Në fakt jam 19 vjeç. Ndoshta të dukemi vogël nga zëri ose nga vlerësimi që kam bërë, nuk e di. Jo Nëse vëlla, kam pa- Sigu ka 2 vjet pa bëj video normale vetëm CS, vetëm reklama. Na rrof punën e tjerëve, vari lesh, rëndësi ka plyn Free Fire. Okej, e pranoj që nuk marr vesh fare nga YouTube-i, por ti mos harro, kjo ishte vetëm mendimi im. Luan Nik të shumë vras vetë. futboll, S'ja vlen. gjithashtu bën dhe reaction. Pëlqen si youtuber, do ta vlerësoj tek Unë super. gjithë të super, vari lesh. Avdi Berisha është një youtuber i mirë, do ta çoj tek mirë. The First Kristi! Njëti një vend me Avdin. Kristi ta shofi këtë video, nuk e shef më Naruto njët vet. Është fan si madhi Narutos, po ta shofi Kristi këtë video, nuk e shef më Naruto në kur. Si thuti Kakashi, apo s'merr vesh në ato gjëra ti, merr vesh vetëm nga femrat. Nese, vazhdo me të radhës. Leonardo Yt. Leonardo është një youtuber super, edhe më ka pëlqyer, do ta vlerësoj tek super Leonardo. Ik da drejtare do hidha. Pse jetoj? Është një botë mizore. Pse është kështu jetë? Pse është kështu jeta? Ka mundësi. It's the motherfucking Eagle Double G. Boruto better. RP Matrix është super youtuber, bën vlogje shumë, ta vlerësoj tek super. RP Matrix, respekte. Vazhdoj Na me vlogji super, Endis vajles. Badalli. Endisi videot i ka shumë të mira, si youtuber është fani, dhe mendoj se do ta vlerësoj tek super Endisin. Respekte për Endisin, vazhdojmë me Taulant Abazaj, dhe është my favorite. Do ta vlerësoj tek GOAT, normal, Taulantin, sepse e meriton, dhe është thjesht mendimi im që kështu mos më gjykoni pa lidhje. Tani ngeli vetëm vetja ime. Unë as youtuber nuk quhem, po hajt veç kot. Aman. Super edhe ti gjithë super. Atë never give up aty poshtë kot se kam lënun, për veten time e lash, apo jo Kakashi? Si mendon ti? Bëj për youtuberin apo jo? Si thotë Naruto, never give up in your dreams. Ky pra ishte vlerësimi i youtuberave shqiptar nga Naruto shqiptar. Video kreative. Më pëlqeu ideja, ide shumë e bukur. Kishe fol pak ma shpejt. Kjo pjesa fiskave shumë gallat. Kakashi ty fut gishtat, tepër normale. Vlerësimi ma katastrofal, s'dia kam pa na i herë. Vlerësimin e ke
Ja e tha Bivi. Video shumë kreative, bravo qoftë, paske Faleminderit talent vlla për YouTube. suportin, respekte. Ma, prit edhe një 5 vjet të pjekesh pak më shumë edhe masanaj do mund të bësh video shumë më gallat. Por që ke potencial të ardhme me qenë nga YouTuberat më të mirë. Kreativ që e ke boll. Për vlerësime, mos të shoh më këtë fush. Kjo ishte edhe videoja për sot, dashur miq. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Bëni ndonjë like, koment dhe subscribe. Respekte për krejt.